nazi në lindjen e mesme, dhe nga ana tjetër perëndimi, Shtetet e Bashkuara kryesisht ndërmarrin veprimet e veta për të kundërshtuar gjithë këto. Mjafton të kujtojmë marrëveshjen e paqes mes një nga marrëveshjet e shumta të presidentit Trump mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Që një nga pasojat kryesore është edhe ulja e influencës ruse në mes dy shteteve dhe në atë rajon. Ndaj patjetër që janë të gjitha të lidhura, sepse sidomos këto që janë fuqi disi më të mëdha se fuqitë e tjera rajonale do kërkojnë që ti po themi në thonjza ti përdorin për ambicjet e tyre gjeopolitike. Ashtu siç përdorin vendet afrikane, Afrika për kontinenti afrikan është një nga fushbetejat kryesore sot, sidomos mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndaj dhe këto konflikte, si ky që po flasim, apo konflikte tjera, apo tensione, apo përplasje që mund të jenë prej dekadash apo shekullore, do përdoren nga Rusia, nga Kina, apo dhe nga Shtetet e Bashkuara për motivet e tyre që kanë. Qartë. Nikola, kalojmë tek pjesa e Gazës, meqense është lajm dhe zhvillim i rëndësishëm dhe ndoshta kryesor në fakt. Unë mendoj ndoshta, Nikola, që është edhe një nga zhvillimet më të rëndësishme jo vetëm të vitit, por edhe më shumë se aq, jo vetëm të vitit ku jetojmë. Po pyetja ime është, ajo që presidenti Trump nënshkroi dje në Egjipt, është në analizën tënde, është një armëpushim apo një paqe afatgjatë? Pra një armëpushim i përkohshëm me rrezikun e përshkallëzimit situatës sërish atje ku ishte, apo një mundësia e një paqe e afatgjatë? Dhe ka shumë faktor kjo analizë, kam përshtypjen. Është një armëpushim i përkohshëm me premisat për të pasur një paqe afatgjatë. Për herë të parë kam përshtypjen, ndoshta që nga viti 48, kemi një plan i cili është një plan vizionar afatgjatë. Pra nuk zgjidh vetëm një konflikt që po ndodh në këtë moment, por hedh edhe piketat për të pasur këtë paqen e qëndrueshme afatgjatë dhe ka potencialin për të transformuar tërësisht dinamikat në lindjen e mesme, panoramën, balancat e pushteteve, raportet, sepse jo vetëm natyrisht është armëpushimi, është lirimi i pengjeve që ndodhi dhe po themi kalimin në një fazë tjetër të dytë me çarmatosjen e Hamasit dhe natyrisht jetesën aty në ripin e Gazës për çdo që do të jetojë në paqe aty, pra nuk do ketë as nga këto teori që dolën në fillim që Trumpi me Bibi Netanyahu po përpiqen që të spastrojnë Gazën apo t'i largojnë palestinezët diku tjetër, por kush do të jetojë aty, do jetojë aty në paqe, do ketë një përpjekje ndërkombëtare dhe më e rëndësishmja me pjesëmarrjen e vendeve arabe për të rindërtuar Gazën dhe për të qeverisur Gazën momentalisht dhe për të krijuar premisat që të kemi një fund të gjithë këtij konflikti dhe të krijojmë të gjithë kushtet që palestinezët jetojnë në paqe me Izraelin. Dhe kjo natyrisht çon dhe në dy shtetet, që është zgjidhja e pranueshme nga të gjithë në një farë mënyrë për këtë konflikt. Prandaj them që lidhen premisat për një paqe afatgjatë. Do të varet natyrisht nga shumë faktorë, se nuk është se firmosën dije dhe u krye. Edhe skenari duket shumë i bukur dhe optimist, por pyetjet që ngren komentuesit, po themi të gjeopolitikës janë cilat janë garancitë e sigurisë nga të dyja palët. Në qoftë se bie fjala Izraeli e ka valvulën e sigurisë në Washington, po Hamasi ku e ka, sepse çfarë na siguron ne që një 7 tetor nuk do të përsëritet sërish? Kanë dalë garant vendet arabe, Katari, Arabia Saudite, Egjipti, të cilat firmosën në ditën e djeshme. Dhe ndaj ishte e rëndësishme dhe ndaj është i veçantë ky rast, kjo marrëveshje në krahasim me herët e tjera kur janë përpjekur që të shkojnë drejt marrëveshjes, sepse këtu është përfshirja e gjithë këtyre vendeve, të cilat kanë dalë garante edhe për Hamasin. Hamasi strehoi në Katar dhe u pa që domethënë çelësi këtu ishte e para ishte sulmi që u bë Hezbollahut dhe dobësimi i Hezbollahut, sulmi që u bë Iranit
dhe ndalimi, po themi i përkohshëm, se unë jam i bindur që ata do vazhdojnë, po ndalimi i përkohshëm i projektit të tyre nuklear, dhe dobësimi natyrisht i Hamasit, sulmi i gjithë liderëve që u bë, dhe sulmi që u bë nga Izraeli në Katar, duke shkelur dhe sovranitetin e Katarit, dhe leadershipi politik i Hamasit vuri re që nuk ishte më i sigurt, edhe në shtetin që mendonin se do ishin të sigurt dhe të paprekshëm. Sepse duhet të thënë që Izraeli kaloi një farë linje të kuqe. Duke sulmuar një shtet sovran. Dhe ndaj ishin gjithë këto element, dhe natyrisht në qoftë se nuk do ta pranonin, ishte edhe drita e jeshile për Netanyahun për të vazhduar sulmin në Gaza, të cilat bën që Katari të thotë është më mirë që të shkojmë drejt një marrëveshje, drejt një paqe. Dhe janë ata të cilët dalin garant më pas për Hamasin, dhe natyrisht Egjipti, Turqia dhe të gjithë vendet e tjera arabe që firmosën. Nga ana tjetër janë Shtetet e Bashkuara që janë rikthyer fuqishëm, ndryshe nga shumë kritik, nga ajo që shumë kritik thoshin kur erdhi presidenti Trump që do kishim një Amerikë të tërhequr, një Amerikë të izolacioniste, siç ndodhi pas luftës së parë botërore, por po shikojmë që Shtetet e Bashkuara janë rikthyer fuqishëm në skenën botërore, për interesat e tyre natyrisht, për faktin që duan të jenë në krye të punëve të botës edhe në këtë shekull, siç ishin në gjysmën e dytë të shekullit kaluar. Dhe ndaj janë gjithë këto elemente të garancisë, si nga ana izraelite, si nga ana palestineze, të cilët bëjnë që palët të ulen dhe të ndërtojnë ndoshta do jetë shumë ngadalë, një proces i ngadalë, po të ndërtojnë këtë paqe të qëndrueshme me garancitë e duhura për të gjithë, për të bërë deradikalizimin e këtyre celulave terroriste aty. Këtë çarmatosje në mënyrë që të krijojnë kushtet që të jetojnë në paqe të patrazuar të dyja palët. Ajo që unë dua realisht kuptoj dhe që më bëri përshtypje nga po them takimi i dieshëm i presidentit Trump me presidentin Herzog dhe kryeministrin Bibi Netanyahu është kjo. Apo shërben kjo marrëveshje për të amnistuar dhe për të rehabilituar edhe Netanyahun edhe Hamasin? Pra, për t'i paraqitur nga palë që kanë kryer krime lufte, se të dy kanë kryer krime lufte, në palë që arrin marrëveshjen afatgjatë të paqes, pra ndrohet totalisht monedha. Nga kështu vjen kështu. Dhe nuk e di si analizon ti këtë, duke qenë se Netanyahu jo vetëm për po them akuzat e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por edhe për çështjen penale të brendshme që ka për korrupsion, siç edhe presidenti Trump i kërkoi presidentit Herzog që ti zhbënte po them akuzat për korrupsion. Po, me rrezikun se pas kësaj që do them, do acarohen të gjithë S'ka gjë, le të acarohen. Të gjithë kundërshtarët e flakt të Bibi Netanyahut, që është mijëra kilometra larg nga ne, po ne e konsiderojmë sikur të jetë palë politike këtu. Unë që është e vërteta kam preferuar që ndroj larg kësaj tifozerisë në Shqipëri që ekziston pro Bibit kundër Bibit, pro Hamasit kundër Hamasit, po mendoj që nuk mund të hiqet një paralele me gjithë akuzat që mund të qëndrojnë mbi kryeministri Netanyahu, sepse Bibi Netanyahu është lider i zgjedhur i një vendi, i një shteti demokratik. Hamasi është një organizatë terroriste e njohur si e tillë nga pjesa më e madhe e vendeve të botës. Me zgjedhje kanë ardhur edhe ata, pavarësisht se nuk kanë bërë më zgjedhje pastaj. Po me zgjedhje kanë ardhur. Po të shikonit komentet e shumë izraelitëve, sidomos ata po themi më radikal, thoshin të njëjtën gjë, si mund të falim ne këta terroristët e Hamasit, të cilët janë të betuar që do ta shkatrojnë shtetin e Izraelit. Sepse ata besojnë që nëse Izraeli lëshon armët dhe i pranon këta individ ose këto grupime, të cilët mund të thonë që janë të prirur të shkojnë drejt paqes e tjerë, po mund të t'i rikthehen aktiviteteve të tyre terroriste më pas, nëse Izraeli ul armët, Izraeli shkatrohet, thonë ata. Nëse Hamasi ul armët, atëherë kemi mundësi për një paqe. Po janë pikërisht këto garancitë që do japi Amerika vendet e tjera arabe, të cilat situata si e 7 tetorit apo ngjarje të tjera më përpara nuk do përsëriten më. Natyrisht që rreziku është aty. Natyrisht që në një armë pushim apo në një marrëveshje paqe të dyja palët do heqin dorë nga disa prej pretendimeve të tyre, se ndryshe i binte që njëra palë të kapitullonte dhe pala tjetër të fitonte gjithçka. Po në fakt nuk është kështu.
të dyja palët do duhet jenë të gatshme të japin diçka, të heqin dorë nga diçka dhe e njëjta gjë do ndodhi me shumë gjasa dhe në Ukrainë apo dhe në konflikte të tjera, sepse e tillë është lufta. Është e padrejtë, ndodhin gjëra të padrejta, ndodhin masakra, vriten të pafajshëm, po ky është realiteti. Në fund mund t'i hyjmë kësaj rrugës në filozofike psikologjike që pse shkon njeriu drejt luftës, pse bën luftën e tjerë dhe pse është shqyrqenia njerëzore, po it is what it is, thonë amerikanët, kështu është, ky është realiteti. Dhe ne duhet, mendoj unë, duhet jemi në këtë pikë të lumtur që ka një president që merret me punët e botës sot, që është presidenti, po themi, i botës së lirë, i vendit më të madh demokratik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, që është i prirur drejt paqes. Imagjinoni sikur kishte fituar në zgjedhjet presidenciale një figurë si Kamala Harris, apo të kishim ende një president Biden, i cili sot takoi me fantazmën e Silvio Berlusconit, nesër linte takim me fantazmën e Konrad Adenauerit. Pra nuk ishte në këtë realitet fare. Ndaj unë mendoj se zhvillimi i ndjeshëm dhe i ditëve të kaluara në lindjen e mesme është për të përgëzuar. Qartë, mirë, Nikola, si e ke parë dhe idenë e Donald Trump për dialog me Iranin në një moment kur SBA-ja dhe Izraeli kishin goditur më parë dhe objektivat iraniane? Po, presidenti Trump e ka shprehur disa herë, kam përshtypjen që është i hapur, madje i quan dhe një ftesë leadershipit të Iranit për të marrë pjesë ditën e djeshme, sepse perëndimi ka qenë, sidomos Shtetet e Bashkuara, që kanë qenë edhe më të qarta akoma, në lidhje me Iranin. Në qoftë se Irani heq dorë nga ambicjet e veta nukleare, është i mirëpritur që të bashkëjetoj paqësisht me komunitetin tjetër të vendeve rajonale apo ndërkombëtare. Dhe të heqë dorë natyrisht nga mbështetja që i bën grupeve terroriste në rajon, sepse Irani është financuesi më i madh i këtyre grupimeve terroriste, Hamasit, Hezbollahut, grupeve Houthi, të cilat shërbejnë si proxy të Iranit për të çuar përpara këto qëllime që ka Irani, kryesisht në lidhje me Izraelin. Nëse Irani heq dorë nga këto ambicie, në qoftë nukleare apo qoftë në lidhje me sulmet që i bën Izraelit apo vendeve të tjera në rajon, është e mirëpritur që t'i bashkohet grupimit të vendeve që dëshirojnë të jetojnë në paqe. Pastaj, për regjimin e ajatollave brenda Iranit, sërish presidenti Trump dhe komuniteti ndërkombëtar në përgjithësi kanë qenë mjaft të qartë që i takon popullit të Iranit që të vendosin nëse do të vazhdojë të jetojë në regjim e ajatollave apo jo. Nuk është një vendim që e marrin Shtetet e Bashkuara apo vende të tjera. Pra kanë qenë mjaft të qartë për të dy këto aspekte, qoftë në aspektin ndërkombëtar dhe qoftë në aspektin e brendshëm. Ndaj varet nga Irani.